Mirë eci mëtej, trupat e forcas toksore shqiptare u nisën në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme nga garnizoni Zallherrit drejt qendrës së stërvitjes në Bizë, duke shënuar kështu fillimin zyrtar të stërvitjes së përbashkët Defender Europe 2025. Kjo stërvitje ndërkombëtare, një nga më të mëdha me komplekset e dekadës së fundit në Europë dhe Afrikë, zhvillohet në udhëheqjen e Komandës Europiane të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në bashkëpunim të ngushtë me vendet aleate dhe partnerët të NATO-s. Shqipëria, si një ndër vendet të pritse kryesore, luan një rol strategjik në garantimin e suksesit të operacioneve dhe zhvillimeve të planifikuara. Defender Europe 2025 synon në rritjen e ndërveprimit mes forcave të armatosura aleate, forcimin e gatishmërisë ushtarake dhe aftësive për të reaguar shpejt ndaj çdo kërcënimi të mundshëm në hapësirën euroatlantike. Ministria e Mbrojtjes dhe forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë mbeten të angazhuar për të siguruar një mjedis operacional të suksesshëm dhe për të kontribuar në mbrojtjen kolektive, stabilitetin rajonal dhe paqen ndërkombëtare.